Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Jam sot në studio me zotin Blendi Fevziu. Mirëmbrëma, zoti Fevziu. Mirëmbrëma. Në fakt, unë jam i gëzuar që ka ardhur, se ke disa kohë që ke munguar. Të kërkova falje, isha në Pakistan ditën që më Jo, ftove. qatë, Unë jam përgjigjur nga gjërat i bën ti, unë e shikoj vazhdimisht ku jemo, ftesave tuaja. Bile më rrallë shokta që janë këtu, dhe nuk e kuptoj ku janë, dhe zati e tregona. Po jam transparent. Jep dokumentin. Jam transparent. Por, unë jam i gëzuar që ti ka ardhur, por edhe ti ke një gëzim të madh sot. Shumë të madh. Je zgjedhur antar i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s. Tani ç'është kjo detyrë Fevzi, se ti unë di që ke refuzuar dhe ministra dhe gjëra. Kjo s'është gjë ekzekutive. Në kuptimin e është. Domethënë nuk është se ekzekuton gjë, Nuk është që të shkosh punosh aty. Shkon në punë. Ja. Vetëm mblitesh aty. Po aty edhe sikur të ishte punë, aty sikur s'ka punë, se duka i bën të gjitha punë. I bën ai vetë të gjitha dhe ju rini aty. Në rëndësi ka që punët ecin. Po ecën mirë, pastaj i bën 1, ai bëjnë 10, nuk kanë shumë rëndësi. Po shumë vota kishe marrë ti aty. Se di, nuk e di. Më duket ta Fevziu ta, po kishe që kishin marrë dhe 43. Se ky Stele, ky që ka qenë nën kryetar, ky qerit edhe qinja njëkohësisht harrova drejt. Kishe që kishin marrë dhe 43-44 vota. Mirë. Shiko, me sa duket, derisa ka kështu balans votash, paktën pas ka një vend ku votohet ylli. Votuat. Se në partitë politike votohet më të paktën. Po aty s'kishte kush votoj, një njeri ishte. Jo, flas për numër për Ky ishte rasti. Se ky ishte rast me një. Fevzo ishte rast shumë i rasti, ishte rast tani. Shiko tani, por është më demokratik ndoshta ky dukar. Se doktori për shembull pas vdekjes do të dorëzoj, as pas vdekjes. Nuk të dorëzon Partinë Demokratike. E drama Partinë Socialiste dhe qeverinë, se ati ka rënë. I kanë rënë 2 halle mbi Pas kokë. shfatin e tij se i kanë rënë 2 halle që do t'i përballoj gjithmonë edhe pas vdekjes. Pas vdekjes jo kryeministër, mund të vënë njëri tjetër. Po Rama. Partia Socialiste po. Rama, edhe pas vdekjes dhe Saliu. Tani Edhe ky duka. Ty të duket pak e çuditshme kjo gjë, zoti Rakipi. Ore nuk paraqitet një foto ngjë, ja. Po për 20 vjet, Po sa veta ishit në komitet Fevzo? Komiteti duhet të Sa byroja politike keni qenë? 11 veta besoj. Njerëz këta nga vinë këta qenë apo me sportin kanë lidhje apo? Jo. Po s'është thënë që gjithmonë duhet të kesh lidhje me sport. Është nuk është secili mund të ketë një funksion caktuar. Njerëz serioz duket. Tani për këtë e kam unë. me që më the presidenti. Me që më the për punën e Ramës pas vdekjes. Ty të duket pak e çuditshme si shaka, po Lidhja Demokratike e Kosovës ka 20 vjet që bën fushat me fotografinë e Ibrahim Rugovës. Po. 20 vjet. Në çdo fushat dhe nganjëherë e ka menduar vetë, pavarësisht peshës të jashtëzakonshme që Rugova ka pasur. Do me thënë kryetari është Rugova aty. Kryetar është Abdigjiku. Por e kam fjalën, kur vjen puna në fushat, imazhi i Rugovës. Tani problemi është se pyetja duhet bërë ndryshe. Mos ndoshta ne shqiptarët lidhemi kaq shumë me personazhet sa nuk ka më vlerë që ti të japësh ide, projekte, struktura, por zgjidh për shembull çfarë ndodh. Në çdo vend të botës, nëse ti shkon në Francë, thotë Republika e Parë, Republika e Dytë, Perandoria, monarkia, gjitha. Ne themi koha Zogut, koha Enverit, koha Saliut, koha Ramës. Pra nuk i ndajmë me po i quajmë strukturën institucionale që ka pasur vendi, por e ndajmë me personin, me rolin e individit. Dhe kur vdes ose vritet në njëri nga këta, Fevzo e ke vënë re që... Nga këta fatmirësisht nuk është vrarë. Jo, këta e duan shumë, Azemajdarin shumë. Azemajdarin mirë, por nuk ishte... Sa ishte gjallë, nuk e shkonin tot më. Ajo. Sa po u vra Se të duket çudi kjo, po e ke parë që sot të zë... Shtin dashuri. Zoti Rakipi, po e ke parë që sot të zë frika të vdesësh? Se turën statuse në Facebook, që fillojnë me lëvdata të turpshme nga njerë më vjen siklet, sepse më ka ndodhur për shembull të humbim njerëz që kemi pas një lloj afërsie. Ti do rrosh gjatë mendojnë. Po nuk e di edhe mund des dhe nesër, s'ka të bëj fare, po e kam fjalën që historia është e tillë që ka njerëz që realisht mungojnë. Po dhe po lart qoft po ikë Fevzi këtë botë nuk e ka lënë. Jo, kam akoma. Ke akoma? Ku lart në planet tjetër? Kam poshtë këtej. Po të shposh Shqipërinë, thot një miku. Tani kjo detyrë që morët aty kaq është simbolike, atje gjitha këto. Po gjëra tjera tani që lejohen bileta gjëra këto që merr. Jo, është pa lidhje më. Kemi shëtitur ne se ka qenë demokratik ky. Dhe do ndoshta vazhdon të jetë, se nuk është se kam tani në një marrëdhënie të ngushtë. Duka. Demokratiko autoritaro demokratik është ky. Jo si këta. Po të zgjatem me këtë zgjatem sa duash. Problemi është i tillë.
në zakonisht në për struktura ka një qels, që në Shqipëri me preshtim të... Se ne themi mandati shtatore, po. Mandati shtatore, ti shdo me thënave? Po. Ersashtë? Problemi është ke apo s'ke sukses në atë gjë që bën. Përsa kohë ti sot po shkon play-off botrorit, ke qenë 2 herë në Europian, ti ke një sukses, dhe suksesi është shumë vështirë pasaj kontestohet. Problemet nisin kur ti dështon. Se si vjen Fevzo me futbolistët që luajnë jashtë të gjitha... Pa tjetër. Po një kombinacion është ajo dhe një punë, sigurisht. Pa tjetër, po momenti që është... Për shembull, zotë Rakipi, qofse ti qëllon në një moment që politikanët janë më të zgjuar, më të interesant, edhe ty duket studio më e bukur. Qofse ti qëllon në një moment që i ke budallej, duket si çmendin pasaj studio. Ndryshëm vinë, dhe të ty dhe shumë. Që në këtë mënyrë, njeriu nuk po unë interpret, edhe ti interpret vazhdimisht. Ti kishe edhe shirë këtë kohë. Herët e fundit. Bile gati re ti aty. Mos tash unë po shikoja me familjen, dhe thash vetëm Fevziu mos bjerë, shkave ti në fakt. Sot më ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme. Asistentja ligjore e klanit më telefonoi me shumë urgjencë të shqetësim dhe më thotë që ama ka çuar një përlajmërim që thotë në raste të ngjashme Fevziu të parandaloj sherrin. Po si të parandash? Mund të ma shpjegosh ti, të lutem, se ju keni eksperiencë më shumë se unë. Se të njëjtën gjë ka kërkuar që në një emision ku një gazetare ka përdorur mjek psikiatër aty. Ka përdorur një fjalë. Jo, mjeku do vizitoj gjatë ata. Unë mendova një gjë tjetër. Thash po marr një fallxhore që para emisionit t'ju shti fallë, të shohim se kush mund nxefet edhe mund të çohet me mësu. Unë nuk e di kush mund. Me fallxhore mirë, mo po. Ti je një njeri shumë i qetë, po mund të vish një moment aty edhe nxesë, më ka ndodhur, nuk është era parë, dhe besoj edhe ty ka ndodhur. Kush u ngrit aty i pari? Berati. Po pse u ngrit Berati? Qiko, Berati është njeri indiferent edhe gati ironik, kështu tallet me tjerët, nuk nervozohet. Më tha që pata një moment që nuk e kontrollova do të vetën. Dhe më dola jash vetës, edhe unë më tha atë momentin nga momenti që kapa shishën e ujtë në dorë, dhe derisa përfundova të Albatros, Regja i tha, nuk e kam të fiksuar në kokë. Kam vetëm momentin, tha, kur u gjeta mbi të, si të tuash. Por nuk ishe vërtet, nuk pati goditje fizike, do më thënë. Pra po t'ishe një detyrë ekzekutive kështu t'i s'do e kështë pranuar, si që nuk e pranuar tjerat. Po tjetër s'do bërë. Do më thënë, pranove një detyrë simbolike. Po tjetër. Aty do mblidhe që tani ato, mblidhe federata, bën mbledhje të gjithë, ky që ke në krah, si të gjithë këta janë, ja duka të gjithë, me Nuri, ke dhe Nurin aty, gjithë ata do bisedoni, ja këta i ka prezenë, këse dhe ka prezenca. Po nëse më demokratike duket kjo si pavarësisht nga kohëri, se ka president që rinë të, si që thamë këtu, po u bëre president o sekretar partije këtu nuk e pasti dhe pas deket. Bile dhe Fatmir Mendiu nuk i vetmi njeri që ka ikur nga Ersa Brigodo apo ja. Po Ersa Brigodo ikur në sa ishte gjallë dhe la Fatmirin. 98 mos gaboj. Fatmiri besoj që Fatmiri maksimumi mund të ikë të rinë në Amerikë. Unë kam përshtypjen se kemi kryetar partije nga 91, 92. Po. Është në çudi. Tani, të gjithë më? Jo, më falë, të lutem, nuk më dhe shpjegim të si mund të parandaloj unë një incident në studio. Si mund të parandalosh? Po. Se më kërkon të edhe në një rast që një gazetar, një eftuar në emision, përmend një fjalë të papërshtatshme për komunitetin me ngjyrë në Shqipëri, thanë që ti nuk duhet ta lejoje që ta thoshte. Nuk e parandalon dot. Po si, po mirë, po tani. Ska si mënyrë. Ama po duhet ta parandalosh. Duhet që një ditë para të lajmërosh psikiatrin e kështu, por nuk ndodh. Se nuk të vjen njeriu, as psikiatri të vjen, nuk të vinë as njerëz që të vizitojnë të përpara. Se ti duhet më japësh zgjidhje. Se unë vendosa një herë për se mos bënin pije, se mos pinin. Ajo është e thjesht me pije, merr aparatin, të vë atë, mban një si policë. Zotëria Kipi tani mund të më shpjegosh se është mbledhur Rama, ka bërë një raport, kanë diskutuar gjatë, më ka çuar në shkrim. Si? Dënim të sollën. Po dënim çu, duhet dënojnë Beratin. Dënim në lekë. Jo, e ha televizioni, Fevzo. Po ç'pun ka televizion? Jo, ma kanë futur mua atë që këta Po, ore se ta parandaloj unë. Edhe për të... Kur, edhe Bushati ka thënë një gjë të zakonshme, për shembull nuk i quajnë këto që thotë drama. Bufi këto. Po të thotë emër kafshë, Bushati, për shembull një tjetër, ama merr të godet. Ka imunitet. Dhe që ty kanë frikë edhe nga Sandri, nga këto. Ka imunitet Rama. Rama nuk e prekin. Ka imunitet, mund të bëj çdo gjë. Po, Rama po. Tani, kështu që ato që s'do ja vën Ramës do i hash ti, ose Bushati. Jo më të dërgojnë pagesë, më dërgojnë pagesër. Ja, njeri është një miku im nga Fieri që e vendos emisionin para shumë kohësh, kemi patur kontrat ditë kështu, dhe kjo e vendos në Facebook me njerë, të gjithë. Faleminderit shumë,
Do vazhdoj me pyetjet se në... Tani të vazhdoj me e di, në 30 i larguar nga këtu. Se ke emisionin të qa ke sot? Po kam dy çështje, pak shkurt në fillim këto ndryshimet ligjore që Rama po bën për të dhënë imunitet. Dhe shkurt, dhe pastaj do merrem pak me aeroportin e Vlorës. Pasi ti kështi dhe unë ato këm. Me aeroportin e Vlorës që është një... Allah është dhe. Është një sherr i çuditshëm edhe... Tani, zoti Fevziu, kryeministri Rama, dhe me thënë ato zgjedhje tani, kjo edhe mund të kishte vënë një njeri tjetër duke aty kot, se ai fiton të ore në çdo rast. Ose të digje në njeri. Të digje në njeri të thuaj që njeri nuk votoj, se aty 100% asë Enverolës nuk ka qenë. Ja, së sheshu, se më mirë të vësh njeri falso, të kryesh teatr kot. Po ko kaos? Një më doktori e vendos. Për shembull ka patur raste që mund ka raste që nuk janë vetëm, nuk varuan botën ose tjetrin. Varet si e ka, se mund të ketë parti që thonë duhet ketë kandidat alternative dhe. Varet si statuti. Tani, kryeministri Rama pati disa replika në distancë me ju për punë e ministrave qytetit në kasetat gatshme. Që ndodhin me thënë drejtë më bitën shumë. Ti kuptove gjithë që kërkon të Rama, jo? Po, unë kam përshtypjen që tentonte të shmangte vëmendjen ato ditë ka pasur goxha çështje mediatike, u kap dhe mbas asaj, vetëm një gjë është e saktë, që mbas asaj ditë të paktën ministrat nuk kanë filluar më ta bëjnë atë paradën e famshme të shpifur që bënin përpara publikut. Do më thënë, një minister bënte 4 orë rrugë me makinë për të shkuar në një cep rrugë që të hecte 5 minuta atje dhe ta hidhte në Facebook atë. Megjithatë thash, ky është përgjegjësia dhe e mediave shumë që i marrin dhe i publikojnë. A që thua? Po, unë besoj që po. Po mediat e me s'ka me se mediat përgjegjësi që është këtu? Si? Media këtu në vëndet. Se çfarë të thotë ty, jo ty, se ti e di që s'merresh me këtë punë. Po çfarë do të thotë një ministër që ecën rrugë me 2 drejtorët e vet anash dhe ju flet drejtorëve që ne do bëjmë këtë, ne do bëjmë këtë. Çfarë do të thotë? Propaganda. Si? Propaganda. Po ku e ke parë këtë propagandë? Se as Stalini nuk bënte propagandë. Shoku Enver e ke propagandë. Po shkot shoku Enver nuk e bënte vetë të dilte me 2 drejtorë dhe t'ju fliste. As antarët e byros politike, as ministrat. Propagandën kishte një zinxhir tërë që bënte propagandë, është shtet propagandistik. Më thuaj një rast të vetëm, të lutem, se ti ke jetuar, ke ndenjur jashtë, ke parë, më thuaj një vend të vetëm që një ministër me 2 apo me 3 drejtorë ecën rrugëve dhe mban fjalime. Ministër të cilës kohë thotë? Të kësaj tani. Se aty vetëm ai në kohën e Orxhës, po e ke për tani? Jo, në një vend botës sotëm. Më gjen dot një rast tillë? Jo, në vend botës haroja se nuk kanë rrjedhur akoma bota. A mirë. Bota është vazhdon të jetë normale. Thelbi asaj që ta përmbledh me 2 fjalë. Rrjedhje masive kemi. Që ta përmbledh me 2 fjalë. Çështja për cilën ishte që atë ditë ndodhi përmbytja në Durrës. Përmbytja nuk ishte shaka, është disa herë që ndodh në Durrës. Dhe ti mund të shifje, unë e parë sepse stafi im kishte përgatitur kronikat, që 4-5 funksionarë të lartë, duke nisur nga drejtorët përgjithshëm të zgjedhur lokale deri ministra, ecnin në rrugët e përmbytjes dhe mbanin fjalim si duhet zgjidhur çështja e përmbytjes. Ndërkohë që se si duhet zgjidhur përmbytja, duhet para se sa të ndodhi përmbytja. Po ndodhi përmbytja, do marrësh masa të shpëtosh njerëzit nga katastrofa. Jo të vish të flasësh, ne kemi bërë bonifikime, ne kemi bërë këtë, ç'ke bërë ti kur ujin e ke deri në gjuhë. Dhe kjo ishte estradë, dhe kjo ishte turp tani që ti si ministër shkon atje dhe merr kamerat me vetet për të mbajtur këtë fjalimin dhe e transmeton në Facebook. Thua. Unë them se po. Nëse, shiko, bota e gjithë është shkalafitur pak, ha? Patjetër, pa diskutim. Po, ne tani mos pritje të ketë ndryshime të... Nëse, po mirë, ta bëj pyetje ndryshe unë. Ju jeni, sa vjet keni që drejtoni emisionin këtu? 5 vjet. A keni pasur ju në ministër që të vit japi llogari këtu qoftë përpara gazetarëve të tjerë ose kontrapartëve të? Jo, besoj. Ja, nuk ka. Jo. Po ndërkohë, ai e gjen kohën të shkojë në kënet atje edhe të mbaj një fjalim apo jo? Pse nuk mban fjalimin para gazetarëve? Jo, duke ardhur rrugës unë po mendoja për shembull, shikoj që ndodhi një gjë interesante. Te rruga e shtëpisë time, erdhi një kompani që mori lekët, ndroi stuba zgje aty, shkatroi gjithçka. Dhe tani erdhi prapë bashkia dhe e hapi, pas disa muajsh, erdhi hapi. Rruga që shkojnë në shtëpi është hapur 4 herë. Edhe dytë kjo, që pse është bërë shpejt. Tani në shtëpitë e gjithëve filluan me nder të vjellin sepse filloi të vijë një ujë i ëmbël. Pasi erdhën ndruan tuba tani dhe gjitha. Dhe këtë duhet të vijë kryetari i bashkisë, nëse ka, duhet të vijë dhe kryeministri. Jo të hap podcast. Hap podcast kryeministri, hapin podcastet të gjithë, edhe flet ai flet vetes. Flet me vete. Patjetër. Po pse ministrat që flasin para kamerës, operatorit, çfarë diferencë ka kjo? Njeriu kur shkon fare për në moshë fillon flet me vete. Por nuk është kjo. Tani pyetja ime është kjo. Ju vete keni parë që këta ministra dalin
regjistrojnë kaseta, apo i hedhin Facebook edhe pasaj transmetohen? Ore, nuk të vjen njeri ka urdhër, edhe opozita, ore, këtë gjuar... Kjo të duket normale ty? Jo me jo, drama e ka bërë strategjik se të vetët nuk i dërgojnë asgjë kund. Ti e mban më në rastin e Veliajt? Po ka një problem tjetër. Ishte duke inauguruar një shkollë... Vjen të flasë, mos vjen të jap llogari. Flet me vete, mo, bën podcast. S'do të vi. Kur bën podcast kryeministri, nuk të vjen ministri, nuk të vjen tjetër, nuk të vjen. Po këtë e ka bërë dhe opozita model. Një pjesë e opozitës, Një pjesë e opozitës thotë në studio nuk duhet të jetë filani, thotë për filanin. Që të vi unë. Unë kam një kusht që prej 29 vjetësh, kur dikush thotë thua ti edhe ai, heq personin që... Po edhe unë mua më ndodhi që ti heq personin që... Tani, kryefjala e kësaj periudhe Fevzi ka qenë përplasja mes Ramës dhe Spakut për çështjen Ballogu dhe pezullimin e saj nga detyra. Ç'është opinioni juaj i shkurtër për këtë konflikt, ja kishte vetë sot, apo del Rama për herë të parë kundër Spakut? Sot ka prezentuar dhe ligjin për ndalimin e pezullimit kryeministit dhe disa zyrtarëve të tjerë. Dhe aty, në këtë ligj, propozimi që ka ju jep imunitet Presidentit të Republikës, vetes vetë ministrave, avokatit popullit edhe në një tjetër. Guvernatorit bankës. Guvernatorit bankës, gjithë domethënë kanë imunitet këta. Dhe ne të gjithë popullata pjesa tjetër dhe përveç këtyre njerëzve, s'ka më imunitet. Çfarë është kjo? E gjitha. E para që Rama ka nisur një përplasje me Spak është evidente, nuk ka nevojë ta them unë sepse është e dukshme. E dyta, mbritja e Spakut në derën e Ballukut, edhe trokitja po themi tek Balluku në një farë mënyrë është trokitje në paradomën e kryeministrit. Unë mendoj që zgjidhja më e mirë e kësaj gjëje do kishte qenë që gjykata kushtetuese të mos zgjidhte vetëm rastin konkret në fjalë, megjithëse këtu ka një diskutim midis juristëve nëse këta i kanë dhënë një përgjigje përfundimtare rastit apo jo. Po gjykata kushtetuese duhet ta kishte interpretuar zoti Rakipi, nëse një ministër pezullohet dot nga Spaku apo nuk pezullohet, duhet bënte interpretim të kushtetutës. Nëse gjykata kushtetuese do kishte marrë një vendim në këtë drejtim, pra jo ta kishte lënë të kishte folur me vendim përmes mos pasjes një shumice, pra nuk e normoi si çështje, do kishte qenë më mirë. Rama përfitoi nga kjo gjë për të çuar një normë e cila i jep atij dhe ministrave dhe këtyre personazheve të tjerë që unë mendoj janë futur më shumë për të krijuar përshtypjen që është për të gjithë, është për ju jep një lloj imuniteti që e ndalon Spakun të mund t'i kontrollojë, t'i pezullojë pa pasur një mandat, sepse te Balluku ishte deputet dhe nuk mund t'i bënte kontroll. Po një tjetër, për shembull avokatit popullit, Spaku mund të shkojë t'i kontrollojë shtëpinë apo telefonin në çdo orar të ditës pa u bërë ky ligj, apo jo. Tani këtu ka një gjë. E vetmja gjë që unë nuk kuptoj dot dhe dua ta sqaroj edhe vetë në emisionin tim sot është nëse Rama po e bën këtë vetëm për të garantuar ministrat e tjerë dhe veten e tij apo për bën një tentativë për të rikthyer në kabinet Ballukun. Që do të thotë. Të nuk e i qartë. Nuk jam i qartë sepse edhe këtu edhe konstitucionalistët që kanë pyetur ndahen dysh sepse në momentin që vendimi i gjykatës kushtetuese do hyjë në fuqi brenda 30 ditëve po themi, Balluku do lëshojë zyrën. Por me bërjen e ligjit të ri, Balluku do ta çojë çështjen në gjykatën kushtetuese duke kërkuar që të bjerë pezullimi i saj, sepse një ligj i ri e ka rrëzuar pezullimin si koncept. Dhe me këtë rast mund ta rikthej prapë në qeveri mbas 3-4 muajsh. Po unë nuk e di nëse Rama e ka realisht për këtë, apo po tenton të blindoj veten, sepse çfarë mund ndodh? Mund ndodh që një moment caktuar tani duhet jemi të sigurt me një gjë. Frika më e madhe e politikës shqiptare është që Spaku ka një mbështetje ndërkombëtare dhe shpeshherë lëviz edhe me shtytjen e ndërkombëtarëve. Frika më e madhe e këtyre njerëzve çdo ndodhte nëse një moment Spaku do vendoste që të pezullonte Edi Ramën nga kryeministër. Mund të binte qeveria, mund t'i pezullonte njëkohësisht të dilte një çmendur dhe thoshë jo e çmendur, mund të gjente fakte ai dhe pezullonte dy veta, kryeministrin dhe ministrin, një ministër. Njëri shumë i shtitur dikje në Evropë, si është kjo? Nuk e di, nuk e njoh si procedurë. Edi Rama tha që nuk kemi një deklaratë. Duhet merri jurist. Tani shiko, vetëm në absolute që kemi asnjë rast ashtu. Atë vetëm ka një problem. Nuk ka në vend demokratik edhe të botë civilizuar që ti të ngrehet të kesh akuzë zyrtare për korrupsion e të rishën detyrë. Në botën e civilizuar japin dorëheqjen dhe shkojnë përballë. Kjo është detyrë e njeriut që akuzohet. Po pra, norm. Është norm demokratike. Ti dorëzon detyrën, tani pse thua ti në botën demokratike? Në Shqipëri, a e dorëzoi detyrën Ilir Meta kur pati një akuzë? Për 21 janarin, para 21 janarit. Një javë para. A e dorëzoi Fatmir Mediu kur i ndodhi çështja e Gërdecit? A e dorëzoi mandatin, po detyrën Ilir Usmali kur pati një përgjim që qarkulloi që s'kishte lidhje ai fare, ishte dikush tjetër?
Pra ka një standard. Po marrë më tutje, Semir Tahiri, kur unë ngrit akuza nga jo, a e dorëzoj dhe mandatën e deputetit? Dhe shkoj të hetohet? Pe ka dhe në trera jo. Me pra, është çështja e Ramës, nuk ka rëndësi Nuk e pranon kryeministrin. Po mirë pra atëre... Sepse Edi Rama thotë, pezullim s'ka në asnjë vend të Evropës dhe unë nuk e bëj këtë gjë. Po mirë, Nuk marr urdhra nga një gjyqtar. Patjetër, do japësh po jam një pushtet tjetër, thotë dhe unë kushtetutën. Po, e diskutueshme. Sot Reuteri kishte një artikull shumë delikat. Edhe gjykata kushtetuese. Nuk besoj ta kishte po. A e pe? Jo, se kam parë. Është artikulli i Reuterit vetëm 3-4 orë mbasi ndodhi në parlament. Mbasi ndodhi propozimi i ndryshimeve. Dhe Reuteri nuk është kaq pa punë sa të merret me ca ndryshime ligjore në parlamentin e Shqipërisë, dhe ti e di shumë mirë. Se është agjenci e lajmesh në nivel botror. E di, po shumë gjëra kanë lëvizur negativisht edhe në botën, mendoj unë. Patjetër, por problemi është që nuk e di dëgjuat të fjalën e Rubios. Rubios është shumë interesant. Në shumë pikpamje, domethënë, një ti ke në Shtetet Bashkuara të Amerikës një president i cili ka filluar të presë edhe këto monedat e reja, çka ndalë këto kriptomonedat. Është vetëm problemi, president. Kam përshtypjen që Shtetet Bashkuara të Amerikës është një rrymë e tërë, ajo ideja e magës, që po realizohet dhe po konsolidohet dhe në qëndrimet politike. Fjalimi J.D. Vance-it vitin e kaluar, fjalimi i Rubios të vit, pavarësisht se i Rubios ishte në tone më diplomatike, kanë hedhur teza të reja, domethënë çështja edhe Merci tha, rendi botror i pas luftës dytë botërore nuk ekziston më, domethënë fjala e tij është shumë radikale. Këtë nuk mund ta rrezoj me një goditje me një shkelm vetëm në 6 muaj, 8 muaj Donald Trumpi. Nëse problemi diskutueshëm. Si të duken sot pozitat e Edi Ramës? Qeveria është përfshirë në disa skandale. A ka më legjitimitet të qeverisë? Si mendon ti? Tani, skandali i Akshit është shumë i madh. Skandalet, domethënë akuzat ndaj Ballukut janë serioze, se nuk është e njëjta gjë, Akshit është skandal, edhe s'di. Problemi kryesor është që në gjykimin tim Rama ka marrë goditje jo të forta, por shumë të forta. Çdo gjë do varet tani, sa do jetë drejtësia e aftë ti vërtetoj këto akuza që kanë ngritur, pra të bindi gjykatën për këto akuza, se akuza është akuzulli. Do shkosh në gjykatë. Sa do jetë drejtësia e aftë ta bind gjykatën për këto akuza, dhe problemi dytë është që Rama e ka nisur mandatin e 4 shumë më keq se ç'e priste dha i vet, edhe shumë nga ne. Në fillim të mandatit shumë njerëz mendonin që Rama ishte i pathyeshëm, që kishte mbrapa edhe ca mandate të tjera. Unë sot mendoj që Rama është në pozitë shumë delikate, por që natyrisht këtu ka dhe një problem madh dhe mënyrën si duhet të reagojë opozita. Sepse po të pyetje kam mund tani pasaj si reagon opozita, se duket që problemi nuk është opozita, po është qëndron pikërisht kështu. Nëse jo, nuk është problemi opozita, s'është problemi, po problemi është nëse opozita nuk është... Problemi është i tillë, nëse ti thua gjithë gjëra që thua, ai ka më ky është mendimi im personal. Po edhe shumë njerëz. Ky është mendimi im personal. Por unë ndoshta mund ta kem gabim, se opozita gjykon vet. Tani Sali Berisha del dhe vërtet para çdo proteste që tani erdhi fundi i Ramës. Këtë në datën 10 rrezohet. Tani ka lënë datën 20 që mbaron, ikën Rama. Dhe ky është kilometri i fundit tot. Ky kilometri tani kush e di se do vazhdojë, se kush e di sa metra i ka... Tani e para ka një problem. E para... Fundi nuk vjen, ç'mendoni? Ku qëndron ngërçi i opozitës? Ta themi vetë një gazetar me shumë eksperiencë. Do ta them si e mendoj unë. Po si e mendoj unë. Po. E para njerë, opozita duhet bëj përpjekje gjigande për të ristrukturuar marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Kjo nuk është një betejë që e bën dot vetëm. Je dakord me mua? Po. Në qoftë se sot ne kemi një qëndrim të fortë ndaj Ramës, më shumë po vjen nga ndërkombëtarët dhe nga drejtësia sesa nga opozita. E dyta, opozita duhet konsolidoj raportin dhe ta qartësoj raportin që ka me drejtësinë, me SPAK-un. Se SPAK-u është i mirë kur godet Ramën? Po, bravo. Dhe kështu ka ndodhur për Ramën. Ishte i mirë kur godiste Berishën, po bëhet i keq kur godit Belindër. Domethënë, opozita duhet konsolidoj qëndrimin ndaj SPAK-ut. I mirë apo i keq, me defekte apo pa defekte, ti do t'i qëndrosh sa ide. Pra, ne vendosim që kjo drejtësi është më ndryshe. Problemi tretë dhe kryesor është duhet ketë hapa konkret. Domethënë, nëse ty të ndodh që shkon për heqjen e imunitetit në parlament, dhe parlamenti s'reagon, s'të përfill, s'të jep materialet, s'të jep datë dhe s'pyet, dhe ti prapë s'bën asgjë, del në ditën e hënë para kryeministrisë, nuk blen. E treta është, a është bindse opozita, e katërta, a është bindse opozita në publik? Sepse... A specifikoj pak më shumë? Në që ti ke eksperjencat, gjitha eksperjencat, dhe mundësin të thosh, ndoshta më shumë se shumë kush të pjesa e medias. Gjithmonë doktorin e kemi parë si pikën e fortë të PD-së
Po mos valë Fevzi me kalimin e viteve, pambarimisht tani, a i shkëthyre në pikën tjetër në ekstrem, në pikën të dobët. Përgjegjësia e shkon Berishës, sa ish kryetari PD-s. A është Berisha njeriu që pengon rotacionin, ta themi hapur këtë gjë? Jo, nuk e mendoj se është tamam. Jo, pyetja është. Nuk e mendoj se është tamam kjo. Unë mendoj që PD-ja ka një zinxhir gabimesh, të cilat në një moment caktuar t'japin. Po ma thua sinqerisht, jo se të vjen doktori nesër po e the. Jo, mos ka lidhje fare. Ka një zinxhir gabimesh. Për shembull, zgjedhjet në gjykimin tim, grupi parlamentar i PD-s nuk reflekton asnjë gjë nivelin e përgjithshëm të shoqërisë shqiptare. Është një grup njerëzish që rrin aty për militantizëm dhe besnikëri, më shumë se sa për aftësi personale. Ky është mendimi im. Me dorë. Po patjetër, unë po them që ka vënë gishtin ja. Ku e ke doktor? Tani ka vetëm një. Ka vënë gishtin dhe të gjithë ka zgjedh ky. E kam thënë këtë se është kështu. Po. Për momentin sot që kemi, një largimi me njerëshëm i Berishës, ty nuk të zgjidh asgjë. Ka një vite që thuhet kjo gjë. Mi ka vite, po nuk të zgjidh gjë. Unë kam thënë në emisionin tëndëm tutje që Berisha. Se pastaj na vjen ikja biologjike më Fevzo. Nuk duhet dali kandidat për në zgjedhjet e ardhshme. Duhet qëndroj kryetar në deri në parti dhe duhet. Ai e ka shpadur më. Duhet lejoj një, pra unë po them mendimin. Kryetar në deri thua ti. Ai duhet mbetet kryetar në deri në parti sepse e ruan akoma një. Ja, bere, sapo e bere një gabim me doktor. Pse? Po kryetar në deri the tani ai. Vizito të shikoj me. Berisha kam thënë duhet të zgjedh një kandidat për të garuar për kryeministër. Të zgjedh thua. Ta zgjedh. Të gjejmë nuk ka rëndësi, mund ta lër me garë brenda. Veten dhe nuk e bën. Me më tash, unë po them se doj unë. Por e këtë mendon ti dakord, edhe unë po them. Unë nuk i kërkoj dot llogarisë, Berisha deli parë atë parti e zgjidh vetë çështjen. Por ka mision, tha ai më ka dërguar ai, tha, nuk tha ai, po është jam misionar tha. Ai thotë jam misionar për çështjen e zgjedhjeve, derisa zgjedhjet, po këtu ka një gjë, pushtet pas zgjedhjeve nuk merret. Dhe s'ke zgjidhje tjetër. Jo, po me zgjedhje jo thot. Si do marr? Edi Rama nuk hiqet me zgjedhje thot më. Si e kupton këtë? Të jetë kryeminist Rama kur të bën zgjedhjet. Ore ti si e kupton këtë pas zgjedhje tani? Po pas zgjedhje nuk merret ylli. S'ka si merret pas zgjedhje pushteti. Po me zgjedhje nuk ikën e Drama thot. Atëherë ai ka pranuar Dramën? Ja, mund kërkoj. Po nuk ikën më thotë. Ore ja e ke dëgjuar Fevzo? E kam dëgjuar. Edhe te ty e ka thënë. Bëhet fjalë që Rama të jetë kryeminist në periudhën e zgjedhjeve. Ata kërkojnë një qeveri tranzitore, qeveri e përkohshme që në gjykimin tim nuk jep ndonjë efekt, është vetëm psikologjik. Fevzi Ermal Asimja ndërmori një nismë për bashkimin e opozitës, por partitë e reja më së shumti e refuzuan. Ju shmendoni për këtë nismë. Mund të bashkohet opozita në këtë mënyrë dhe nëse arrin të bashkohet, a mund të rrezikojë Edi Ramën me këtë që thotë Ermali, apo do dhe Ermali një vend aty? Nuk di, shiko, unë e para e shoh si nismë pozitive. Është si nismë. Sepse një gjë është, Ermal Asimja me grupin e tij kanë identifikuar një gjë, që opozita kështu siç është nuk i bën dot asgjë Ramës. Je dakord me mua? Në qartë. Ky është identifikimi i parë. E dyta që vjen si pasojë e këtij identifikimi, po themi, është fakti që një bashkim i mundshëm i opozitës nuk besoj se është bashkim numrash, po ngjall një optimizëm në publik sepse tregon që problemi real është qeverisja e Ramës, nëse këta bashkohen të gjithë. Por ajo që kuptova unë kisha në studio të gjithë, është që nuk janë të përgatitur, sepse secili mendon që do marrë në gjë nga skalionet e dezertorëve të tjetrit. E ke parasysh? Dhe më shumë e shohin si një çështje personale se një çështje të po quaj të politikës. Tani çfarë ka ndodhur në Itali? Ju dhe unë kemi qenë prezent. E majta italiane nuk e mund të dot Berlusconin, ylli apo jo. Dhe çfarë bënte? Krijonte një koalicion që quhej Ulivo, që vendoste Romano Prodin, që nuk ishte përfaqësuesi asnjërs prej këtyre partive të mëdha. Dhe ky përfaqësues arrinte që të neutralizonte Berlusconin kulmin e fuqisë tij. Po këtu e kemi të shkruar që është misionari. Mirë tani, unë po them të mblidhe njerëz. Çfarë duhet bërë tu aty? Jo, unë po them, dëgjoj, ylli, nëse Agron Shea. Se ja, se për shembull, por tani ka një problem, se nëse këta mblidhen në një tryezë dhe s'bien dakord, nuk ka ndonjë problem apo jo. Qartë. Por ti pa u mbledhur në tryezë, nuk i thua dot problemet. Ti shkon në tryezë dhe thua, nëse po zëm, nëse do isha Agron Shea apo Dreti Glapaj, mund thosha që ne duam një figurë të re jashtë të gjitha partive të tjera. Po ti thua që po u bashkuan këta dhe me zotin Berisha e rrezikojnë Ramën? Nuk besoj se rrezikojnë për momentin, por ne duhet shohim, ne nuk dimi një gjë, asnjë nga ne nuk e di se sa është rënja dhe goditja që ka marrë në elektorat Rama mbas çështjes Balluku dhe mbas çështjes Akshi. Apo jo? Qartë. Këtë e kalkulon dot ti? Se kalkulojmë dot. Ne nuk e dim këtë. Edi Rama do të jetë në Kosovë sot dhe nesër,
do më dalë në një miting, do është aty të gjithë ka vajzur tani për është dhe këtë problemi o QK-s. Me gjithë shumë njërës të në studio thonë që këj ta tha që të beja të gjukatën. Me gjithë tha që duhet të kështë e mëndin vetë, mos e bende, po Edi Rama do të shkojnë në Washington. Gjukata ka dhe një problem, ka deformuar të gjithë objektin e saj. Edhe mund mos e bende vetë vrasin. Jo, mos është puna për të vetë, vetëm se. Edi Rama do të jetë në Washington për themelimin e bordit paqes, Fevzi. Tani që mendon ti për bordin e paqes dhe ka të shmërin shumë të madhe të Edi Ramës për të qefuar këtë nismë të Trumpit, edhe pse Evropa është kundër bordit paqes. Pjesa kryesore. Kjo është një bord tani që ky po mbledh buri që kemi këtu, po mbledh dhe para për gazë. Që Shqipëria do japi para. Unë besoj që do japë, se pa para këtë përzemo. Po para s'kemin. A i të del të jep fermanin në Donald Trump i thotë... Marrë do japim para? Po para po mund të gjenden në vend tjetër, gjenden diku dhe jepen emër Shqipërisë si gjenden gjerat mo. Dhe duke të lë ky mo, nëzira mo mos e iq, ky të jep fermanin tjetër fjerzit të largon. Të largon nga bordi. Apo ky ka vajtur se shikon të në një punë. Ti e mban mend në vitin 2003 koalicion në Vullnetit? Nuk arritit merte okej në OKB për çështjen e Irakut, u bë koalicioni Vullnetit, që u bashkuan në ato kohë, dhe në qoftë se kujton, kryeministri Nano bëri dhe një artikull në Boston Globe në atë kohë, që quajti Europa e vjetër për Francën, Gjermaninë, edhe Europa e re ku fuste Poloninë, edhe Shqipërinë, edhe vende të tjera. Kështu që nuk është hera e parë që ne bëjmë zgjidhje të tilla me SBA-n, edhe duke mos pasur miratimin e Europës. Po ne do shkojmë në Evropë, Fevzi. Ky pse vete tani aty? Pse i duhet këti? Kupton gjeti tani? Si ç'kupton ti tani? Ai thoshte do drama jo Trumpit? Si thot do t'jo thoj. A ka Shqipëria... Se tha njeri tani, erdi vajza këtu me të gjithë, i pari u ngri doktori me të vetët, mo që bërtisni në favor të dhenjes së tokave. Mos i Ramës tani thoshte jo për bordin e paqes. Edhe asë një politikan në Shqipëri. Bile ku ta gjende këtë të bordit paqes... Për një mundësi për të takuar dhe Trumpin. Mundësi për të takuar Trumpin. Për një fotografi, për të... Jo bordin e paqes, po dhe bordin e luftës të... Bile su mendoj që Rama është duke menduar... Edhe bordin e luftës të bejt... Rama është duke menduar... Se sa se shikoj unë. Rama është duke menduar batutën që do t'i thot Trumpit, ti jesh i sigurt. Tani thamë në Hagë, në gjykatën speciale, po mbyllet gjyqin dhe i shkreve të uqëkësë, 45 vjetë burg për se cilin për tyre. Një koment për procesin dhe për këtë pretens të prokurorisë. Si ju duhet tani? Absolutisht skandaloz, po da ndaj me pak pika që ta kuptojnë gjithë. Gjykata u bë për trafikun e organeve, prokuroria nuk ka gjetur asgjë për trafikun e organeve dhe se ka pretendim. E dyta, gjykata u bë për krime individuale, asnjë nga këta të katër që ke vendosur mas shpinës time, nuk ka asnjë akuzë personale, as për vrasje, as për inicim vrasje, as për frymëzim vrasje. Këta po dënohen sepse UÇK-s i është vërtetuar që ka pasur tortura, izolime, sepse vrasjet nuk janë vërtetuar gjitha, dhe për këta katër, si drejtues të lartë të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, po dënohen me nga 45 vjet, po kërkohet 45 vjet burg për secilin. Komandantët e tjerë, zoti Rakipi, që kanë shkuar për raste konkrete në Hagë, dhe gjykata ndërkombëtare e Hagës i ka shpallur të pafajshëm, nuk vuajnë. Se njësoj duhet vuajnë ata, se komandantë ishin në të njëjtat pozicione, po vuajnë vetëm këta të katërt. Është dalje nga ajo, unë jam shokuar me fjalën e prokurorit, i cili është komplet jashtë kontekstit, i cili deklaroi që Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli kanë futur nga këto si raket hedhës, me të cilat janë goditur këto stacionet policore serbe. Po stacionet policore serbe, instalimet ushtarake serbe, janë goditur me raketet e NATO-s. Pse shkom ti tek raket hedhësi që ka futur Hashim Thaçi në kurriz nga kufiri Kosovës, kur gjithë bota ka goditur me raketa? Kjo është një çmenduri. E dyta, i kërkon llogaria Hashim Thaçit pse në vitin 1994 ka ndërmarrë akt kundër policisë serbe. Hashim Thaçi për atë është gjykuar Serbi, është dënuar me 10 vjet burg, nuk i ka bërë dhe ata kanë dalë në luftë me Serbinë. Wesley Clark tha diçka shumë interesante. Tha raporti midis legjitimes dhe jo legjitimes nganjëherë është një fije, sepse baballarët që themeluan Amerikën, po mos ishin ilegal, që dolën kundër Britanisë Madhe dhe për këtë quheshin terrorist, nuk do kishim sot Shtetet Bashkuara të Amerikës apo jo? Sepse aty ishte Britania, sundonte ligji britanik, ata u ngritën mbi Britaninë, dhe për këtë, edhe ne, po mos ishin ngritur këta persona kundër ligjit të Serbisë, sot nuk do kishim Kosovën e pavarur. Dhe unë kam frikë që ata po tentojnë t'i dënojnë. Do dënojnë, thua? Unë kam frikë se po tentojnë t'i dënojnë. Po tentojnë dhe dënimi i tyre do jetë një njoll e zezë në historinë e UÇK-s dhe të Kosovës. Që tani nuk pyet më për njollat zeza. Po tani nuk pyetet, por ne flasim prapë për një raport. Tani harrova të thosha unë ty se kalon te kjo këtu për aeroporti i Vlorës është paralizuar për shkak të konfliktit mes aksionerëve.
E keni ndjekur, që mendon? E kam ndjekur, ka pasur dhe intervista me 2. Aeroporti Vlorës, sot është data 16, mos gaboj? 16. 16. Po, 16. Në datën 20, në bazë të koncesionit, duhet t'i dorëzoj shtetit shqiptar. Dhe në datën 21 shkurt, duhet të dorëzoj shtetit shqiptar. Dhe duhet dorëzoj, në datën 21 shkurt, duhet këshin filluar fluturimet. Sot që po flasim bashk, unë nuk më rezulton që aeroportit jetë funksional. Në bazë të kontratës dhe ta dënojnë me 10.000 euro gjdo muaj që vënojnë, deri në 3 muaj më mbrapa. Pas 3 muaj nuk e di çfarë parashikon kontrata. Tani, unë nuk merrem me ortakët, sepse ortakët ka një konflikt mes tyre, të cilët duhet ta zgjidhin në mënyrë juridike, apo jo? I thua shteti? Po pa diskutim, shteti ka garanci kur jep një ndërtim të tillë të këtyre përmasave, sepse ti nuk e ke idenë sa biznes plane janë bërë në zonën e Vlorës e rreth e rrotull, duke marrë parasysh aeroportin që do vi aty. Në qoftë se aeroporti këtë vit nuk funksionon, u tha që do funksiononte që vjet, se ti e mban mend, në maj të 2025-s u inauguruan fillim fluturimi i parë. U tha që në qershor do fillonin charterat, nuk filluan. Tani, se që ndodh mes Pacollit dhe Ademit është një çështje e tyre që ta zgjidhin vetë ligjore. Shteti shqiptar si duhet reagoj? Shteti shqiptar herë tjetër duhet jetë shumë i kujdesshëm me kontratat dhe me personave që ju jep ndërtimin e aeroportit. Tani, në fundit ti e qytetari shqiptar, ç'të duhet ty se çfarë sherri kanë 2 investitorët me njëri tjetër? Ti do aeroportin apo jo? Nëse mundeni, në çastin e fundit më pyes se harrova Fevziun për mëngjesin e lutjeve ikën shumë që nga Niko Peleshi e të gjithë edhe nga Partia Demokratike Vraporin të gjithë qeshnin, buzëqeshin aty sikur dilnin fotografi. Bënin fotografi të shumta që na i sillnin prap këtu. Ka ardhur kohë të çmendur e fotografive. Po e keni atë foto që kur ta mbyllun pra fare pak minutash me Fevziun, ma nxirrni atë që themi në një batuta në një fjali. Tani ko Instagrami është. Ko Instagrami është. Ko Instagrami është gjithë, po në qoftë se e gjeni të më afroni, më thoni që e gjetët. Edhe ta mbyllun me Fevziun. Tani, drejtësia Fevzi, mua më duket sikur nuk ka lidhje me fare me drejtësinë. I spakun, për 20 veta është... Drejtësia... 0,7%. Më lërë ta them. Drejtësia është dështimi më i madh, reforma në drejtësi me përjashtim të spakut, i cili ka arritur rezultate konkrete, po që është 0,03% e drejtësisë shqiptare, pra 99% e drejtësisë shqiptare nuk përbëhet nga spaku, është katastrofë. Afatet e gjykimit çështjeve janë dyfishuar, njerëzit rrinë ratë të mërshme, gjyqtarët detyrohen të kenë nga 800 dosje për të gjykuar, që është jashtë logjikës, në qoftë se kjo ka qenë reforma në drejtësi, për të ndihmuar qytetarët nuk funksionon. Nëse kanë pasur parasysh në dëshkimin e zyrtarëve të lartë, kjo deri diku ka funksionuar, deri diku. Sepse edhe aty janë dënuar persona, po deri sot nuk është gjetur asnjë lek i vjedhur. Flitet për miliona, por nuk është rikuperuar akoma asnjë lek. Tani, nëse ma gjithë të fodën pas 1 minute, si të shkojnë udhëtimet Fevzi, se të pash i kështë hyrë në një tren shumë të tmerrshëm në Pakistan. Ishte vend shumë i rrezikshëm. Po mund të bjerë dhe mund të largqoftë Fevzi, se njerë ndodh ajo. Dhe ikën njerë, se ne kemi idenë që mund të vdesim disa herë. Ishte shumë e çuditshme, unë isha në xhamin më të madh. Sidomos politikanë shqiptar kanë idenë që do vdesin 10 herë, 15 herë. Këtu më pas në Lahore, po isha në... Kishin tren ylli. Ja ti ke hyrë këtu tani, çfarë ishte? Tren britanik. Lahore. Po. Po e kishin tren. Ky nuk punon, Jo, punonte. Treni. Po vetëm ti që pasagjer? Po jo, ishte momenti që s'kishin filluar pasagjerët akoma. Ishte çuditshme se... Tani në gjithë këto vende që s'ke lënë vend pa shkelur, Lulbashën e ke pa që kundi se shtuku nuk është fare këtu. Lulbashën. E pash në një video po ante Byrek. Si video? Byrek ka 20 vjet e Byrek. Po ante një Byrek tani e pash dikun. Ore vërtet, ku është Basha? Se më kujtove. Pash një në Pakistan që i ngjante, po ishte më e zmerr, kështu që s'besoj se ka qenë Basha. Ti tani nuk i mban më duart për këto vizitat. Vazhdon me të gjithë fuqinë, ha? Jo, më sa mundem. Pakistani nuk është kollaj. Shpërtheu një bombë ylli 4 kilometra nga aty ku isha. Edhe që më ndodhi? U vrani 70 vetë. Pakistani popullat e madhe. 250 milion. Pas Indisë. Po ishin shumë të pozitur. Pas Indisë është Pakistan. Ata gjithi natin e kanë me Indini. India është 2 miliardë gati. Se arrin do t'kur. Ky është problem. Ti vazhdove dhe Lulbashën që kundin në botë... Po ju e keni parë? Nuk e di, po ndoshta këte, mos e këte ri nga vendet nga Hollanda. Po se keni ftuar në emision? Nga Hollanda këte. Dhe do ta marrë, pas jasit mbarojmë bashkët, mbaroj dhe pjesën e dytë, do me në vërtet e kam... Po, mund t'jetë një shikim ndrysh. Unë mendoj që më kot nga të gjithë këtu, Lulbasha e ngrërë. Se këtu... Këtu shumica e anë plot Fevza, po që më kot se që e ngrë Lulbasha a se kuptoj si erdi,
Dhe as e kuptoj se si hoqë. Sidomos si iku nuk e kuptoj fare. Të dyja nuk e kuptoj. As si erdi. Si erdi. Fare. Betej kur erdi. Bëri betejën për zgjedhjen. Mos ma gjetët atë foton që ta mbyllni mos se gjetën të atë, A flet për atë selfin që bënin të gjithë? Selfin mo që dolin ata, nuk e kini. Thuaj se kemi dhe e mbyllun tani me Fezon se... Po bukur këshin dalë ata ylli? Bukur këshin dalë. Kishin dalë të gjithë aty dhe Fatmir trishtuari, dikush ishte? Ja. Fatmir me dio. Pse? Po se kishin bënd të tjerët shumë fotografi. Se fotografit i ka ekskluzivitet ai, o zotri. Nuk ka lidhje fare. Të gjitha fotot i bën ai. Problemi i madh i politikës shqiptare është i beson akoma që... Po jam merë belua, ja, shiko. Jo më është, është Elisa, po ishte. Ishte dhe Elisa, po s'ke vetëm këte mo, jo. Elisa ishe aty. Ja. Ore kene një si foto si shdile në kone në Verolës. Tani janë duke ngrenë këtë... Salqiqe haka në ylli. Salqiqe me patate. Apo janë krembiqe. Edhe djalin e kolegu tonë e kështë nëzirë njeri nga... E kështë nëzirë një... E kështë nëzirë një sajt. Ja po fletë tanë. Diku në një organizm ndërkombëtar, po atje po flisin 4 veta një kosisht dhe të gjithë hanin. Ishte dhe tavolinë ngrënie, ishte restorant. Ishte Allah, bje madhe. Të gjithë këta tani Fevzi i ke në... Imagjino sa shpenzime... Në mëngjesin në National Prayer Breakfast. Shikoj tani ti. Të gjithë në mëngjesin e lutjeve... Të ylli të kërkoj një favorun. Të kërkoj një favor. I binti këta të vinë një udhtim me mua në Pakistan ose në këto vëndet që. Se vetëm disishtë. Asë një stafrojnë, bënë të gjithë smurë. Bënë të gjithë smurë, Po jo më vetëm të kishe fotografi që të dilin gjithë ata, më vla. Ishin, ju nëzini vetë me Lisa Spiopanë, sikur kjo armike, më. Po ishe Niko Peleshi, për armiqin nëzirti, ishte gjithë opozita. Jo si armiq, më jo. Po këta nëzirin vetëm me Lisën. Hajde, se s'pas s'ke gjithë. Hajde, s'ka gjithë, Niko Peleshi. Fevzita një... A mund t'i bindesh t'i marrë njerë në Pakistan? Kur njeri nuk të vjen, e dikush mund të vjen nga këta që është me i pafajshëm. Blendi Klosi. Njerë të vjen në Pakistan. Me i pafajshëm e gjitha tyre që... Blendi Klosi dhe ato... Ai është dhe më modest nga... Maksimum, me modesti nga gjitha... është më me këmë tokë nga gjitha ta, edhe të vetëmi që mund të marrësh. Të tjere t'ikin ata, vete bën fotografinë e tjetër. Fotografi ku do mund t'i marrësh. Do të thënë, ajo fotografi shkon 10.000 euro, thua. Ti tani udhtim tjetër, Fevzo? S'kam plan së shpejti, kam disa udhëtime të afërta për punë. Në rajon? Në rajon në Europë. Po ti, do vish një ditë me mua në një udhëtim? Po ku do vem? Po në një nga këto vëndet. Jo me kaq rrezik sa Pakistani, po. Ti ne të thotë? Po më tanë, unë. Kam qenë unë herë të vinja me shkollakun shumë. Dhe me ty kam qenë. Po, kështu që mund të shkojmë prapë në një ditë. Të kujtohet tani, ishe te Gaddafi ishe ti? Jo, te Gaddafi ishe, kam shkoj prapë. Për fotografi me te të gjitha shkollakun. Na mbajti 3 orë fjalim dhe flin. Salla me 2000 veta flinte. Unë vajta për intervistë dhe më foli 4 orë. Flinin të gjithë, o zotri. Flinin të gjithë. I zuri gjumi. Shante Amerikën. Vetëm Bill Clinton i thosh është burimir. Po Amerikanë është dhe i. Unë them që ti do të kërkosh ndjesë për ardhjen me vonesë këtë radhë dhe do të vish më shpesh. Pa tjetër. Do jemi ikonë që kemi lënë. Falenderoj shumë. Dhe unë do të vazhdoj me pjesën e dytë tani me këto hallet e tjera që kemi këtu që janë hallet që do të vazhdosh dhe ti. Po, në emisionin. Nderuar të shikues, fare shkurt publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë.